Të paktën 2 shtylla të linjës elektrike 110 kV që kalojnë përmes shtatit të lumit Kirë përballë kishës së Bardheve rrezikojnë të rrëzohen pasi bazamentet e tyre janë ngryer ndjeshëm nga prurjet e fuqishme të ujit, duke i lënë shtyllat në një gjendje të paqëndrueshme. Kjo linjë është pjesë e skemës së nën stacionit elektrik Shkodra 1 në Skënderbeg, që siguron furnizim me energji elektrike për një pjesë të konsiderueshme të qytetit. Rrëzimi i qoftë edhe njërës prej shtyllave do të cillte ndërprerje të zgjatur të furnizimit dhe pasojë serioze për sigurinë e zonës. Përveç mungesës së sigurisë teknike, shtylla ndodhet pranë një zone të banuar, çka shton frikën për pasoja tragjike në rast shëmbjeje. Për këtë arsye, OSHE Shkodër ka detyrimin të ndërhyjë menjëherë për të parandaluar pasojat që shkaktojnë rreziku i tyre, ndërkohë që ky shqetësim është trajtuar edhe më parë në media, por nuk ka patur reagim konkret. Me afrimin e dimrit dhe shtimin e rreshjeve, rreziku po rritet ditë ditës, ndaj është e papranueshme që të pritet rrëzimi i shtyllave dhe më pas të ndërhyhet.